ne nuk duhet të jemi ajo kategoria e parë që vetëm kemi abstenu prej ushqimeve dhe prej pijeve dhe prej epsheve tona dhe e kemi kuptu se agjerimi kaq është. Jo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na porosit që krahas agjerimit ton që ne agjerojmë me gjymtyrt dhe organizmin ton, ne po ashtu provojmë të agjerojmë edhe me brendin ton. Momentin kur ne në mënyrë paralele agjerojmë edhe me brendin ton, edhe me mendjen ton, njëkohësisht edhe me fizikusin ton, nga se largohemi prej ushqimeve, pijeve dhe e kontrollojmë edhe epshin ton, atëherë ne kemi arrit ta kompletojmë agjerimin ton. Dietarët në të kaluarën kanë ndarë në kategori të ndryshme agjeruesit. Po dietari dhe imami i njohur dhe shumë i madh i Islamit, Imam Ghazaliu, tregon se ka disa kategori të agjeruesve. Disa agjerojnë vetëm me anën e tyre fizike. Disa agjerojnë edhe me brendin e tyre. E disa agjerojnë edhe me mendjen e tyre. Kjo është një grad e lartë. Pse po i përmendi këto kategori të ndryshme të agjeruesve? Për faktin se ne nuk duhet të jemi ajo kategoria e parë që vetëm kemi abstenu prej ushqimeve dhe prej pijeve dhe prej epsheve tona dhe e kemi kuptu se agjerimi kaq është. Jo, agjerimi është kur ne agjerojmë dhe nëse në një moment dëshiron të gufon mlefi dhe inati dhe urrejtja jon, ne agjerojmë edhe përballë mlefit. Apo në një moment të pafat që mund ta kemi gjatë ditës, në një marrëdhënie me dikënd në komunikacion, ne provojmë që agjerimi, durimin të cilin na dhuron, ne provojmë pikërisht në ato momente ta shpërfaqim durimin, vetëpërmbajtjen, tolerancën ndaj tjetrit edhe kur ai s'ka të drejtë. Dhe shkolla hyjnore e Ramazanit, siç i kemi quajtur këto takime të shkurtra, kërkojnë nga ne që ne në fund të Ramazanit të dalim me notën maksimale dhe nga shkolla hyjnore e Ramazanit të dalim edhe si të diplomuar ku kemi arrit t'i braktisim shumë vese e shprehi jo të mira, por njëkohësisht kemi arritur që të ngritemi në grada të larta e në vlera fisnike, humane, të cilat na i ka dhuru shkolla hyjnore e Ramazanit.